Mençuria në të shprehur. Një burr doli të kërkonte një shtëpi me qira, por nuk ja doli sepse të gjithë refuzonin t'i jepnin me qira, ka që kishte 8 fëmijë. Një ditë burri kërkoi gruas së tij që të merrte me vete 7 nga fëmijët dhe të shkonte në Varreza për të vizituar baban e saj të ndjer, ndërsa ai vetë bashkë me djalin e madh shkoi të kërkonte shtëpi. E gjeti shtëpinë, kur u takua me pronarin, ai e pyeti: "Sa fëmijë ke?" Burri ju përgjigj: 8 fëmijë, 7 janë në Varreza me nënën e tyre, ndërsa ky është i 8-ti. Pas përgjigjes, menjëherë pronari nënshkroi kontratën e qiras. Në atë moment, burri u kthye nga i biri duke i thënë: "E sheh bir, nuk ka nevojë të gënjesh, mjafton të zgjedhësh fjalët e duhura." Djali u rrit dhe u bë politikan i njohur. Ky tregim moral përmban një mësim të fortë mbi mençurinë në të shprehur. Nuk është gjithmonë e nevojshme të gënjesh për të dalë nga një situatë e vështirë, por mjafton të dish si ta formososh fjalën me të vërtetën në një mënyrë të zgjedhur. Ka dallim mes gënjeshtrës dhe shprehjes së të vërtetës me mençuri. Burri nuk tha një të pavërtetë. Ai përdori një mënyrë të lihshme e inteligjente për të paraqitur faktin, duke shmangur paragjykimin e pronarit. Komunikimi i zgjuar mund të hapë dyer që të duken të mbyllura. Fjalët kanë peshë dhe mënyra si i përdor mund të ndryshojë krejtësisht rezultatin. Në thelb, tregimi na kujton fjalën e Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, i cili ka thënë: "Fjala është si ilaçi, pak prej saj të shëron, e teprica të vret."